أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد falenderojmë në radhë parë Zotin e Madhreshëm, atij ja shprehim gjitha falenderimet. I lutemi Allahut fuqiplot që të na pranojë këtë punë të mirë dhe e lutem Allahun që të na bëjë të mundshme që ndikimin e këtyre adhurimeve, ndikimin e këtyre përkushtimeve tona ndaj Zotit me pa në personalitetin ton. E lutem Allahun që çdo ditë më tepër ju veç të agjerojme, të falemi, po të vrejmë ndryshim pozitiv se cili në vetvetin e tij. Për faktin se këto adhurime dhe këto ibadete, këto përkushtime ndaj Zotit, na si fetar nuk i bojmë veç për sevapi. Sevapi është njëri prej motiveve që na shtyn me i bë, po këto adhurime i bojmë edhe për shkak të synimeve që Zoti ju ka caktuar këtyne adhurimeve, dhe i Madhreshmi ka dashur nëpërmjet këtyre adhurimeve me na eduku, me na formu dhe me qenë më të vëmendshëm dhe më të gatshëm me bojë jetën, më të gatshëm me qenë më të suksesshëm, më të gatshëm me zhvillu jetën më normal. Na jem në serin ton Behu njeri i ri dhe ky emisioni ose ky cikël i ligjëratave është të sunu përpjekjen ton me ndru gjendjen. Dhe pequjmë çdo gjendje të keqe, pequjmë gjendje të vjetër, edhe po mundohem vazhdimisht me më fut në një gjendje të re, në një situatë të re. Këto problemet që po i diskutojmë janë problemet kryesisht brendshme, janë problemet karakterit të mendjes, edhe janë problemet karakterit të emocioneve dhe zemrës dhe shpirtit edhe të nefsit tonë. Deri që tash i kam arrit me shpjegu dy problematika. E para ka qenë paragjykimi, si një ves shumë i lek, që domthon kem nevojë me ndru këtë situatë. Edhe e dyta ishte ajo që shpjegum dje, e që ishte kur njeriu në situata të caktuara dyshon në drejtësinë e Zotit. Nuk dyshon në ekzistencën e Zotit, është i bindur që Zoti ekziston, po për shkak të peripetive të jetës, do të lasheve të jetës, do të dështimeve në jetë, ka njerë mushet menja që ku met drejtësia e Zotit edhe mos eventualisht Zoti mbani pa drejtësi, thjesht është i lloj dyshimi në disa cilësi të Zotit, e mundom dje me shpjegu që kjo problematik urgjentisht do të mushëru, sepse këto telashe që po i diskutojmë bashkë na, për dikan mund mos më kanë shumë serioze. A dini pse vllazni? Sepse njeriu shpeshherë është pa qef, është smut, po s'ka qef me pranu që është smut. Por që ta shorti i parë i njerëzve që vinë në xhamia, nuk është me qenë kryneq, me qenë kokfurt, me qenë menimdhej. Po është mi ra Zotit sezde, e si ti bish Zotit sezde, du të mu të regu real me vetën, edhe mi pranu smundje që i kemi. Problemi kryesor i njerëzve fetar është që pi mushet mene që janë bu me laqe, ose janë evliat Zotit. Edhe po jesin njerëz të papërmisueshëm. Për ata menoj që diskutimi i paragjykimit si ves që diskutuam para 2 ditë dhe trajtimi i temës së dyshimit në disa raste në drejtësinë e Zotit janë problematika që na përkasin gjithëve, edhe menoj se një njeri duhet me pranu që ka të lashe edhe gradualisht me fillu me kërku diagnozën edhe shërimin. Sot e kena një problematik tjetër që është një situatë shumë e pavolitshme, e cila situatë na krijon shumë emocione të këqija. Na krijon mendime të këqija edhe na bën mos mundi mirë. Mos harrojmë diçka. Jeta më e mirë këtë botë kur njeriu njihet mirë. Na krejt që ky adhurim është ndjesia. A dini pse pe dojmë shumë ton Ramazanin? Se në Ramazan njihesh mirë. Edhe para iftarit njihesh mirë, edhe në sufër njihesh mirë, edhe në taravih njihesh mirë. Domethënë, jeta është e mirë vetëm atëherë kur ti ke emocione pozitive, kur ki mendime të mira dhe kur ndjesia, ajo ndjenja, dashuria ti njihesh shpirtnisht ose brendësisht njihesh mirë. Kjo muhabeti që po dojna sot me diskutu është menaj
është prej gjendjeve që mas shumë ti na prodhon paknatësi. Mas shumë ti na prodhon errësirë edhe mas shumë ti na prodhon domthon mendime jo të mira dhe na bën musmuni mirë. Titulli është lakmia në atë që është në dorën e tjerëve, ose lakmia asaj që nuk e posedon ti, po e posedon dikush tjetër, ose ai epshi, ajo egoja që ku të pash dikun diçka, me pas shef edhe ti me pas, ose thjesht më të lidh zemra për asaj që është shpesh në dorën e të tjerëve. Kjo është problemi që do ta diskutojmë me lejen e Zotit. Kur po flasim puna e lakmis, ose po flasim puna e asoj që populli thot me ko i pangit, nuk ko i ngit i ont, me ko i uritun. I uritun për gjithë shka që e shish në dorën e tjerëve. I uritun për çdo gjë që e shish në dorën e tjerëve. Mos harrojmë diçka. Uria, egoja, lakmia janë dhimbje. Sa herë të lakmojsh dhem. Më men. Dhim është dhimt. Uria është dhimt. Epshi është dhimt. Kur ki epsh për një të mirë që e shen të dikush tjetër, edhe për një moment ligesh emocionalisht me pas, kjo është dhimbje emocionale, këtë dhem fort. Edhe kjo dhimbje na çon në dy kanale, shumë të jetë të këqija. E para për tyre është, ose du të me mëri edhe on, ato që e ka ky, gjithçysh edhe unë me pas ato që e ka ky, ose kanali tjetër është du të mja fillu me xhelozuën e këto edhe një farë brendësie i shalla dhe ky se ka. O du të me pas une qakiti, ose du të me kriju xhelozin nashta i shalla masi se ka mu, mas ti se ki. Edhe kjo është situata e xhelozis. Kjo është inati që i thojnë ana, kur të më thonë ti diçka nuk posedon, në startin e parë ki qef me posedu, e vrejnë që s'mon e posedon, edhe ja fillon xhelozis, edhe mos harroni, xhelozia është njëra prej smundjeve më shumë të shprehën në shoqëritë islame. Domethënë aspekti i natëve, aspekti i xhelozisë është aspekt shumë i përhapur në shoqëritë muslimane, shoqëritë konservative sigur shoqënia jonë. Na ushqehu me inati. Edhe na kur të shohim diçka të mirë që nuk e kem, na e kurujna, e sherujna këtë falakmin tani me inati. Si vim kur gjë këtij. Ky domthon se është ajo xhelozia që mbrapa na shëron atë, domethënë atë lakmin që praktikisht kem pas për një gjallë. Domethënë këto dy situata praktikisht na bojnë musmuni mirë. Edhe ideja e këtij emisioni është muni mirë, na sa më shumë njerëzit me kalu momente që njihen mirë. Mos harrojmë diçka që na gjithçysh do të me bë dallimin mes lakmisë edhe ambicjeve. Sepse na nuk dëshirojmë me pas musliman që s'kan ambicie. Ambicie synime, domethënë që pretendojnë, kanë dëshira, nuk guxojnë me prodhu musliman që vetë kënaqet me do edhe nuk ka ambicie, qoftë në shkollim, qoftë në sukses, qoftë në biznes, qoftë në familje. Njerëzit pa ambicie nuk janë fetar të mirë. Jo, sepse kjo fe na ka mësuar me pas ambicie, njeriu natyrshëm ka çka me arrit dikun. Por lakmia është një gjë tjetër. Lakmia, a dini çka është? Lakmia është kur ti e sheh një të mirë, te një njeri, te një dorë e tjetër kujt, edhe në moment pa asnjë kontribut kishe me pas. Ambicia tjetër gjë. Ambicia kur ti e shet në synim edhe derdh mund për me mri. Kjo legjitime, kjo është shumë e mirë. Lakmia është tjetër gjë. Që lakmia është gjë e pakufishme, ti del në rrugë e sheh dikon, e sheh me bashorte edhe thu te kisha pas një grua të mirë sikur që ky. Te kisha pas një kerr të mirë sikur ky. Te kisha pas shtëpinë sikur të këtij. Ti domon gjatë rrugës ti miliona lakmi dalin përpara, edhe ti ki në sekond kishe me i pas. Ambicia atë të gjë. Ambicia është kur ti nalesh, mendon edhe i qet synimet, edhe i përvilesh punës me mrite. Ambicia për çata ambicioz edhe lakmiqar, ka dallim. Lakmiqari ka dëshirë me pas pa unjersit, pa u lodh, ndërsa njëri me ambicie deri mund edhe bën ka ijtihad, thjesht bën përpjekje. Normal na po dojna me fol për lakmin, sepse lakmia është një farë lloj vesi që e shoqëron njeriu krejt jetën. Na po bojna përpjekje sot me menaxhu sa më mirë, për ndryshe Hazreti Muhamedi ka thonë yuhramu ibnu Adam illa qalbu. Plaket biri Ademit, njeriu plaket,
çdo organ plakët, veç dëshira me pas, lakmia me pas pasuni, edhe lakmia mos me dek kur jesin gjithë. To plaku i bëj 80 vjeta na thonë, ti pas ke tu boll 80 vjet çfarë bën ti mo çfarë bodaj çfarë ka që me jetu. S'ka lidhje që u plakaj. Ai edhe 90 vjet, 120 vjet me bo hala ka që me jetu. Nuk plaket, domthon dëshira për me jetu, dëshira për me met këtë botë është ndjenjë që nuk plaket. Dëshira për me pas është ndjenjë që nuk shuhet deri sa des njeriu. Për ata, domthon na kena nevojë me menaxhu lakmin, sepse në dorën zemër nuk mundem me eliminu rrënsisht, kemë me çënje që kemë çëm me pas, edhe kemë çëm me mbet, edhe kemë çëm me pas mirat e Zotit, por çysh me menaxhu këtu, kjo do të jetë tema jonë. Thjesht po bujna veç edhe një dallim mes se miku një koncept i shnosh. Se po du fort mi ra dhe punës se ambicjes. Na nuk guxojna me pas njerëz jo ambicioz. Trit tu duhet me kon ambicioz. Edhe një njeri që i kthehet Zotit edhe i fal 5 vaktet, edhe i duket që u kry marrë bota jo, hala do të ambicie të reja, hala do të ka shkenca, ka dia, ka të arritnet, ka familja. Na shumë do të me kon njerëz ambicioz. Dallimi mes edhe një dallim. Dallimi mes njeriu ambicioz, që ka synime, edhe njeriu që lakmiqar, është se ambicjet shoqënohen me pajtueshmëri, me knatësi të brendshme. Kur ti e qet një synim, edhe nisesh me shku, ti gjatë rrugës vazhdimisht kënaqesh, se çdo moment e nin veten që po i ofrohesh synimit. Edhe ambicia shoqënohet me knatësi ose me pajtueshmëri, ndërsa lakmia shoqënohet me një lloj pikëllimi, me dëshpërim. Domthon, lakmia të prodhon tjera ndjenja, ambicia të prodhon tjera ndjenja, ambicia të prodhon vullnet, ambicia të prodhon, domthon, qetësi, ti njihesh mirë që ki ambicie. Lakmia të prodhon tjetër ndjenja, për ata praktikisht ndjenjat e ambicjes edhe ndjenjat e lakmisë janë të ndryshme. Kërkohet e para e maksimalisht duhet mu sanu ose mu eliminu e dyta. Pse lakmojmë? Ose më fani, qysh me ditë se po lakmoj? Qysh me ditë që jem lakmiqar? Janë dy kritere, dy matës që të tregojnë se a je lakmiqar, a si lakmiqar. E para për tyne është aspekti krahasimit. Normal, na jena qeni që krahasojnë në jetë. Njeriu për ka natyra krahason gjithë. Ku të shkoj gjithë krahason, se njeriu mëson për krahasimit. Por, kur krahasimit bëhet lloj smuje, edhe ti ku të shkojsh, qatë posh, gjithë e krahason me veten, kjo fillon dikur me të prodhu jo stabilitet, për arsye se ti për shembull ki shtëpi. Ti ku dirë qytet, çdo 5 minuta e shen një shtëpi dhe e krahason me tonën. Kjo të prodhon me njëherë. Ti për shembull e ki një vetur, edhe ku din qytet ti i krahason veturat e tjerëve me tuat, të prodhon ndjenjë të mirë. Ti krahason bashkëshortin, ti krahason fëmijët, ti krahason përgatitjen, ti gjithçka krahason, edhe krahasimi i madh i asoj që e shen terren, edhe asoj që ti posedon, vazhdimisht prodhon ndjenjë të mirë, sepse të mirat nuk kanë kufi, ndërsa ato që ti ki janë të kufizuar dhe janë statike, ose janë në rrethona caktuara. Zoti ka thonë Kur'an, Zoti thotë në Kur'an, la tes'elu an ashya'in in tubda lakum tasukum. Mos krahasoni shumë, mos pyetni shumë. Për gjona se nëse i pyetni, ju kallëzohet keni munikec. Mos pyetni për gjëra të cilat nëse pyetni e dini që përgjigjet të bën munikec. Domethënë, mos e krahaso një të mirë që ty ta ka dhënë Zoti, mos e krahaso me një të mirë më të madh se ti sigurt e din që ke munikec. Domethënë, gjithë e ki këto e ki rregull. Një dhuratë që ta ka dhënë Zoti ty, edhe ti çat dhuratë e krahason me një dhuratë më të mirë që dikush e ka, që ky krahasim, që kjo lloj tendence e jotja me e krahasu të mirën tone caktume me një të mirë më të madhe, mone men, deri në ditë kiametit, gjithë kamë të prodhu, domethënë ndjenjë të mirë. Për ata, ose do të me ndryshu krahasimin, me krahasu me diçka që jo më pak, për më të duk ajo që ti ki e mirë, ose do të më eliminu krahasimit edhe me bo përpjekje më kënaqsh me ato që Zoti të ka dhënë, dhe e dyta është sa për informacion mos të harroj një ajet të kjo e para.
ata kur e ka qu Zoti i Mandueshëm Hazreti Muhamedin profet, edhe ka fillu Hazreti Muhamedi ndikimin e vet në zemrat e njerëzve. Edhe ka filluar leadershipi, domethënë pejgamberi po bëhet lider dita ditës, edhe po bën ndikim të njerëz, edhe pe merr formën e profetit, formën e çish duhet me pas pejgamberi. Tash ata njerëzit para pejgamberit që janë kon pak më lider, e keni parasysh? Kurejshet, ata Taifasit, njerëz të gadishut arabik që janë kon pak e kanë konsideruar veten lider, që kanë pas qef me pas ndikim në masa. Kur e shohin që pejgamberi pe merr atë trajten që duhet me marr profeti, edhe e ka veç ka fillu më ndikimi i tij në masa, fillon kjo me i pengu ata, sepse e krahasojnë ndikimin e vet edhe ndikimin e pejgamberit, edhe ky krahasim i bën muni keq. Edhe me atë rast i thojnë Zotit, e çka që kjo puna e Zotit që nuk e çojnë ai pejgamber pe njerëzve më të mëdhej, se s'na boni neve. Po ku e gjetë? Po na kon si të gatshëm, domethënë ai na kon kogja lider, na veç u kon pak me ardh Xhibrili edhe na ishim bë më herë, se edhe kështu na kon rrugë liderizmit faktikisht. E Zoti i Mandueshëm ju ka thonë e hum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Ata kanë marrë drejtën me ndar rahmetin e Zotit. Ata kanë marrë drejtën me do të mirat e Zotit. Po lënë burr se Zoti don të mirat, secili prej neve e ka një fond e ka të Zoti, secili prej neve ka dosjen të Zotit. Zoti punon me secilin veç e veç. A ti tash do me kallëzu Zotit këtij s'u dashmi dhon dashmi. O njerëz, secili njeri e ka dosjen të Zotit. Secili njeri ja din hallin vetit. Secilit njeri Zoti ja din hallet. Edhe jep në përputhje me mos i shtini durt në ato dosjet private tonat me Zotin. E denaj pse s'm ka dhënë. E denaj pse m'ka dhënë. E denaj pse se ka shtu. E denaj pse ka mungu. Është çon profil veç jemi me Zotin. Edhe pi thot, mos heni këtu. A ju po dëni me nda, a ju po dëni me kallëzu Zotit, kanë dosh me bo pejgamber, kanë dosh me bo hoj, kanë dosh me bo doktor. A ju po dëni me kallëzu Zotit? Le Zoti din këto gjëra më mirë se ju dhe ai i ndon, domethënë në bazë të njohurive të tij që i ka për gjallësat ose për krijesat në këtë rast. E para çush me dita e mlakmiqar, ku të bësh krahasime shumë. Mundoni me i krahasimit mirave. Ose nëse krahasoni për ambicie, krahasoni që ju më ju dhez ambicit dhe vullnetin, po mos krahasoni për mu dëshpëru. E dyta është njerëzit të cilët kur shohin mirë, nin ngushtim në shpirt, kur të shohin keq, nihen mirë në shpirt, janë njerëz që vërtet janë smut për lakmis. Unë nuk e kam zakon me akuzu ndërse, unë po foli kështu si fenomen, inshallah nuk jem të goditën, po na shohëm njerëz shoqni që diqysh kur të sheh keq, është më i relaksuar diqysh. Edhe është një problem tjetër, njeriu që don me justifiku gabimet zakonisht ful për të këqija. Njerëzit që bojnë keq, fulin për të keqen, sepse është justifikimi më i mirë për të këqijat që po i bën. Prandaj edhe mos harroni diçka. Trajtimi kaq i madh i të këqija në shoqërinë tonë, flet për një krizë secilit prej neve, sikur pe dojnë atë keqen. Sikur fesadi ma s'po ngjinon kërkosh, dëgjysh, pse pe thu që t'lla? Pse pe thu s'po ngjinon kërkosh? Janë të ngjinu njerëzve? Dëgjysh, pse po i sheh veç keq gjonat? Kërkosh s'po ngjinon, më në far çasi ju e mirë, domethënë përpjekja me përhap të keqen, përpjekja me ful veç për të keqen. Një far lloj, dëgjysh si muni miraj. Sikur muni mirë për ato që po ndodh. Edhe për faktin që pe thot, për faktin që pe përmend. Edhe ndërkaq, të mirat që po ndodhen në shoqni nuk i përmend. Sikur mundi i keq. M'falni. Nëse na me të vërtetë dojnë atë mirën, edhe urrejmë të keqen, ish dasht kur ndodhin të mirat, me pas temë, muhabeti, me diskutu, me fol, edhe të këqijat, dyqysh mos me pas shpirt me diskutu. Po na kena tjetër energji krejt. Na kena energji me fol të këqijat. Na kena energji me diskutu për njëri keq 7 sahat. I poshter, këtu, bam, keq muhabeti not bëhet për njëri keq. Energji për me fol keq. Ndërkaq, ja nisu me fol për njërin mirë 5 dakika. S'ka energji me fol për njerëz të mirë. S'ka energji me fol për suksese.
Kjo po i bën që sikur dyqysh po na kënaqin të këqija, po na bëhen temë ditës, edhe të mira dyqysh s'po kena elan, s'po kena energji, s'po nihum mirë me diskutu me nëjë se është me të vërtet problem, sepse këto janë dy kritere që tregojnë se kena lakmi. E para kur ti krahasojna shumë gjanat, edhe e dyta kur kena energji me fol për të keqen, nihum mirë kur shohim keq, edhe dyqysh nuk nihum mirë kur të shohim mirë ose kur shohim sukses edhe progres në shoqëni. Në vazhdim i kam veç edhe pak shpjegime, po kalojna mas nejtë aspekti i shërimit. Pejgamberi alayhis salam, normal që ju ka ndodhur tash, thash edhe një lakmia është një fan ndjenje që ka secili njeri në këtë botë. Në kohën e pejgamberit ka ndodhur një farë historie interesante, kush për juve ka lexuar dhe besoj jam i bindur që keni dëgjuar për këtë histori, historia e betejës Hunenit. Beteja e Hunenit, vllaznia dhe motra u zhvillu mas çlirimit të Mekës. Dikon 20 vjet mas ardhjes ose mas profetësisë. Betejën e Hunenit marrin pjesë shumë musliman. Po marrin pjesë ata musliman të parë, Medinës, Ensart. E marrin pjesë edhe muhaxherët, ata me kast, edhe marrin pjesë musliman që vetë sa ishin hin fe. Se keni parasysh mas çlirimit të Mekës, njerëz hin fe turma, shtohet numri. Edhe betejja e Hunenit karakterizohet me plaçk luftës të madhe. Betejja e Hunenit konsiderohet që plaçka që u fitu këtë luftë është e barabartë me krejt plaçkën e luftave më herët, është arrit shumë pasuni e madhe në këtë luftë. Edhe çka ka bëu pejgamberi, thuhet se mas betejës e ka shpërndar komplet të plaçkën e luftës. Po dini çfarë interesant. Si ka dhënë asnjë ensari asnjë gjë. Si ka dhënë ensarëve kur gjë. E ensart janë njerëz që 20 vjet kanë luftuar bashkë, krah për krah. Janë njerëz që kanë brit Medinë, janë njerëz që kanë bërë sakrificë. Edhe janë ardhur një moment u zhvillu një betejë, njeriu që na 20 vjet i najtëm mrapa e mbështetëm, nuk ndohu kurrë për neve, ndërkaq njerëz që një oftë u bë musliman, ju dha dele, ju dha deve, ju dha plos luftës, edhe filloi kjo farë ndjenje mu zhvillu në gjuksat e ensarëve, medinasve. Edhe ai i pari ty në Sa'd ibn Muadh shkoi te pejgamberi alayhis salam u anku i tha ja Rasulullah, po jam ka filluar që të ndjen me pas. Tha ati a ki, apo ndjen edhe ti, tha dhonë njëri sikur ata. Tha pas ka nevojë mu taku me ta. Edhe po shpej takimeve më të ngrohta që Hazreti Muhamedi ka marrë me ensart. Po shpej takime më emocionale, nuk u met kush pa kajt aty. Sepse për mirësive të pejgamberit është që pejgamberi kur nuk i ka harruar të mira, edhe si ka shkuar aty, mas parja u ka përmend krejt mirat e ensarëve që ja kanë bërë pejgamberi. Nuk i ka harruar ato ditë që kanë pritë, i kanë dhënë shtëpiat e krejt të mira. Anën tjetër, ja u ka përmend ensarëve edhe të mirën e tij që ka rrshityne, sepse ensart e pritën mirë, po mos shkoj ke pejgamberi, çfarë pozite do të kishin ata? Luftoshin mes vetë ata, ose edhe Hazrat me vetë kishin bërë lufta, shkoi pejgamberi, boni unik edhe u arritën sukseset. Edhe normal ky balancimi mes të mirave të tyne, po dhe të mirave të pejgamberit në raport me ta. Po në fund ju tha, nuk keni të kënaqur ju. Tha, këta me kast, vetë sa hinë në feja, vetë sa hinë në fej, pak imanin ma ta klef, pak fetar, pak ma... Tha, pa ta qef, mi u dhonë pak nështa, mi u kënaqë fejnë pak e... Tha, juve, të pas parasysh imanin, ju mbështetan iman, dhe më thonë, e pata bindin që kini besim edhe e te i kaloni me iman këtë muhabet, e ata kënë të rikës asë, zguzoha me i testu, ata se drogë thejën kujë ngone, ju dhash. Edhe fund, që ka i bone me kajtë mas shumë ti. Tha, nuk kini tha të lumë të rjo, krit njerëzit më këthy në shpijat e tyne me deve, me dele, tha, ju më këthy në Medinë me pejgamberin. Që ky lloj shpjegimi na qënë të një kuptim shumë madhështor. Mos i neglizho të mirat që ti ki, se ato janë shumë e vlerë. Se kjo lakmia njëna prej të lashët të mëdha që ka është që të bën me lakmu shumë të mirat e tuaja e të bën mos më një mirë për të mirat që i ki. Edhe e boni krahasimin, po e boni krahasimin e mirë këtu. E boni krahasimin në raport me të mirat që ti ki, për ata
Ajo historia djeshit, nëse e këshim ndru pak, një profesor, po do me i testu nxënësat në orë mësimit, edhe i ka pru ata filxhona që i përmenëm dje. E i ka po 2 djeke veç me një i brek, veç me një bakal kafe. Sot i ka pru 2, njënën e ka marru mirë, me kafet mirë, me kafet mesme dhe shisher, njënën e ka marru idhë si zehri. Edhe i ka do 2 lloj gotash, gota asi filxhona të mirë, edhe filxhona jo të mirë, shumë të mund të vjetër. E çka ka bo? Kafen e mirë e ka qitë në filxhona të vjetër, e kafen e idhë si zehri e ka qitë në filxhona të rije, të pashë, me lule, me krefekte. Edhe i ka thonë bërëm, jo në qunë nxënësa, si nxënësa, do më thonë euforia mi marë krejt, e do ka funi që ti kanë marë këtu, po, shia e kësoj kafes, filxhona të vjetër, është shumë e mirë se shia. Problematika është ajo që fula, dje që na pëngojnë mas dhëntije, nuk pëngojnë mas shijes. Na kenat shumë të mira, veç nuk po dina me pas shije me jetu. Para dreke, para se me orë të ju, unë jam të ngu një psikolog, o shumë i hatashëm. Edhe këtë të full për onrat. Është tem tjetër kjo puna onra, po më pëlqej shumë një qasje mirë. Tha, njeriu nuk më një prodhon ngjarjet që ndodhin. Ngjarjet ndodhin jashtë vullnetit tonë. Njeriu e ka fuqinë me i komentu ngjarjet pozitivisht. Domethënë, çka janë ngjarjet për ty? Çka janë më rëndësi ngjarjet për ty? Ngjarjet për ty janë çush i komenton ti ngjarjet. Edhe njeriu i mëshëm, krejt ngjarjet që ndodhin në shoqni ka aftësi me i komentu pozitivisht. Edhe kjo i prodhon atij stabilitet. Edhe të mirat është njëjtë. Qysh po don me i komentu të mirat? Nëse do me komentu pozitivisht, me i pa pozitivisht ti ki shumë të mira, prandaj është për atyre momenteve shumë të mëshme të pejgamberit alayhis salam që ju thot, e no ata kishin ndjenën që pejgamberi po jetë Mekë, e ai i siguroi që do të shkojë me ta në Medinë dhe mbet i tillë dhe vdes në Medinë dhe sot është varri i tij në Medinën e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lakmia. Hazreti Ademi alayhis salam, që shedeni ton Hazreti Hava, ato domon është fillimi zanafilla e njeriu, i ka pas fëmijën zakonisht binjak, djalë qik. Edhe normal u dash mu shtu njerëzimi edhe e dim ton që në atë kohë u dash me pas martesa të afërta derisa të largohet njerëzimi dhe të largohen mas nej edhe martesat. E u dash për shembull kjo shtatzania e 2 binjakëve, mos u martu me vet, po me pritat shtatzanin tjetër, edhe ky mashulli mu martu me vajzën e barkut tjetër, ose shtatzanis tjetër, lindjes tjetër, edhe ky tjetri me këtë vajzën kënej, edhe këto supozohet, mendohet që Kabili dhe Habili këto kanë pas frekimin që kjo vajza që i ka ra Kabilit, do të thonë, nuk u kanë e pashme, nuk i ka prodhu atij që stabilitetin, edhe ka lëkmu, do të thonë, në atë vajzën që i ka ra vllau i tij edhe ka fillu konflikte i madhërishmi, në ka të regu rastin Koran, "Watlu alejhim nebe ibn Adem." I tregoj aty në historinë e bijve të Ademit. Çfarë historie? Historinë e lakmisë së burr. E ka myt vllaun e vet. Lakmia të bën me myt vllaun e vet. Lexon historinë e Iblisit. Iblisi pse ka përjashtu Zoti për rahmetit? Pse për një moment e ka pa Ademin, një krijesë e re, edhe ka filluar xhelozin, pse i kanë rënë me laset në sejë dhe pse ka pas një pozitë mirë te Zoti Manush. Domethënë historikisht Hazreti Omeri ka thonë thoni shumë të famshme, mendoj se është i thonjeve më të mëshme. Ka thonë nuk ka më drejt se xhelozia. Xhelozia s'ka sen më i drejt, ka thonë qysh. Ka thonë mas parje djegat të vetin, frenarin e vet. Nuk ka më drejt se lakmia mas parje ty të shkatërron, jo tjetrin. Na përmenojnë që me xhelozi, me çdo temë që po diskutojnë, na i bojmë dikujt diçka, na i bojmë vetvetes, na shkatrojmë vetveten. Krejto smundje që na i kemi brenda, këtu mas parje na rënojnë neve, se këtu janë të drejta. Këtu nuk te kalojnë, nuk janë kalimtare pa rënu pronarin e vet. Zoti thot në Kur'an: "Wala tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayat ad-dunya." O Muhammed, mos e drejto shumë shiqimin tek ata që ju kemë dhënë do të mirat kësaj bote.
lineftinahum fi, se me to jem të i testu ata. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Po mos harro që furnizimi që ta ka dhënë Zoti është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Më i mirë dhe më i qëndrueshëm atë që Zoti ta ka dhënë. Domethënë, është kaptina Taha 131, mos e zgjat synin, domethënë, ndoshta që ky ajet është ai aspekti i krahasimit, mos krahaso shumë mes të mirave tua dhe të mirave të tjerëve, po mundo me pas të mirat tua dhe me pas ambicie për me i rrit ato. Qysh me sheru muhabetin? Sherimi është në disa hapa. E para prej tyre është mos krahaso shumë, mos e lsho synin, mos i shiqë gjonat me sy, shiqej me zemër. Mos i shiqë të mirat e tjerëve me sy, shiqej me zemër. Sepse nëse një gjon këtë botë e shiqen me sy, syni gjithë është optimale me të mashtru. Edhe në fizik, këtu nëherë kër në spjegojshin, në theshin që syni të mashtron. Me atë lugën, shtu në gote. Domthon, syri është e dishme të gjithë që mund me të mashtru në këtë botë. Ndërsa vigjilenca të shiquarit me zemër nuk mashtron. Sepse zemër për ka natyra soj ishe sa të thellë, ndërsa syni për ka natyra ti ishe gjonat sipërfaqësisht. Gjona e parë që kemi nevojë me pa është me pa gjonat me zemër, jo me sy. Jo veç me sy. Një hoqë ka thonë, bëhu ambicioz sikur s'ki kurgjë, po bëhu i knaqën sikur i ki gjitha. Edhe këtu është filozofia që është me mujtë mi bo bashkë. Kur të fletësh për ambicie, për të arrituna, qaq bënu ambicioz sikur të mushët menje që s'ki kurgjë. Po kur të folësh për knatësin, mas nejtë, për pajtimin me ato që Zotë të ka thonë, pajtohu sikur mi pas krejt. Edhe, mos harani, çdo ditë shohëm shoqënik se njerëz. Na shohëm shoqëni njerëz që kanë shumë, po s'janë të kënaqur, edhe na shohëm njerëz thjesht që punojnë për një kafshot goje, po janë shumë të kënaqur. Pikërisht dallimi është te, aspekti i lakmis, sepse njëri ka arrit me frenu lakmin, e tjetri s'ka arrit me frenu lakmin, edhe janë me të vërtet ndallim shumë të madh njëri me tjetrin. Një gjë shumë e rëndësishme këtu. Kur shesh të mirat e tjerëve, kur s'du të mjaru kapacitetet e tua. Shoqënia jonë ka një telashe të madhe. Shoqënia jonë e sheh ko ishin e parë aty, edhe e sheh jetën që e bonaj, edhe ky është kitonën tjetër, ky ka qef me bo jetën sikur ai. Problemi është mundësitë e tij dhe mundësitë e këtij janë ndryshme. Çka ndodh mbrapa? Ai ka mundësi me bo çatit, ti s'ki mundësi me bo çatit. Mundësitë ty janë të kufizuar, ai ka mundësitë më të mëdha. Çka ndodh? Ti tash nuk ki që thojnë ana kaçek, s'ki kapacitet me bo atjet, çka bën ti? Ti tash një formë ose tjetër, ose do të me vjedh, ose do të me hi borx, ose do të me hi kredit, ose edhe me him problemet për me bo jetën ose standardin sigur të ati. Edhe kjo çka ndodh mbrapa? Ti në start arrin me bo standardin si të ati, po standardi jëtë është i mbështetur në kamat, në krizë, në borxhe, a standardi ti është i mbështetur në çka ndodh mbrapa? Ndodh mbrapa që ti nuk mund më kënaqesh më me standard, sepse standardi i ti është i mbështetur në stabilitet, ndërsa standardi yt është i mbështetur në krizë. Edhe kjo krizë nuk bën më një mirë ty. Për çata për të barazuar me atë njerëz ti me bë jetën sa ki standardin. Ti me bë jetën sa i ki mundësit. Nëse ti e bën jetën sa i ki mundësit, ti në çat situatë je njëjtë me ato, sepse ajo të bë jetën sa i ka mundësit, edhe ti të bë jetën sa i ka mundësit, praktikisht vend situatë je i barabartë. Përndryshe, nëse ti mundesh me bë jetën për te mundësive tua, ti në moment ke muni shumë keq. Edhe kemi rënu gjithat standard që je mundu me ngrit falso, është standard i frymë, është standard jo i mbështetur në kam të sigurta. Kjo është njëna prej atyne mësimeve të mdoja, innehum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana 'abidin. Zoti thot nguteni në punë të mira. Ama flet për popujt më herë, falni. Thot ata ishin njerëz që ngutenin, vraponin me punë të mira, edhe na u lutshin neve me frikë respekt, edhe me ambicie ose me dëshirë, edhe për neve ishin adhurues të mëdhej, domethënë ishin të arsyeshëm, ishin të logjikshëm, vraponin për edhe mas soi bote, edhe mas Zotit sa kishin ata kapacitetin e tyre. Çështja e dytë për mushëru po flasim, çështja e dytë është çati burrit ose çati njeriu
që e ka një të mirë edhe ke fillu me I lakmu. Edhe gradualisht s'ke mujt me mri, ja ke fillu me xhelozu. Me provu. Me anis namaz më lut për ta. Që ati që ja ki I nati, e që po jetë biznisi mirë, e po jetë shkolla mirë, e po jetë familja mirë, e po jetë shtëpia mirë, e gjithë shka, që ke kriju një lloj rivaliteti se ti si ki që tu, edhe ka fillu me djeg I nati, me anis kadal namaz më lut për ta. Ku me mujtë se, në Ramazan me mujtë, me shtyp lakmin, Zot jepi, Zot që I bereqet, hapja rrugt, ndihmoj, e menoj që është njëna prej forme ma të fuqishme për me shëru ose për me shkel nefsin, edhe kësisoj deri sa të vish një situatë kur, domethënë të mirat e tjerëve nuk kanë më të bësh smuj ty, nuk keme lakmu, nuk keme pas xhelozim mbi të mirat e tjerëve, kemi fillu mu lut për ta, edhe heq pashybe pse ke bo gjithë këtë luftë kundër vetvetes, jam shumë I bindun, Zoti s'ka me çu hoq, ka me të prodhu stabilitet, ka me të prodhu qetësi. Ti kemi koni varfën, po kemi tu I qetë, sepse kemi lut për ata që kanë, kemi lut për ata që në situata të caktuara I xhelozon e kështu me radhë, prandaj mendoj se është njëra prej prej gjërave që vërtet ja vlen me pas parasysh. Pejgamberi alayhis salam ka thonë hadith sallallahu alaihi wasallam, janë disa evlia të Zotit që kanë më fut në xhenet jo për shumë punë që kanë bërë, po me dy gjëra kanë më fut në xhenet. E para prej tyre është janë kanë fisnik shpirtnisht, bujarinë kanë pas shpirt, kanë pas qef me pas tjerë të mirë, janë lut për tjerë, çato që thash, edhe dyta është s'kan mendu keq për tjerë, kanë pas gjoksin e pastërt edhe të kthjellët në raport me ata që I shoqënojnë. Janë këto dy cilësi që ka thonë pejgamberi alislam te Tabarani është hadithi, mas shumë ti kanë mishtin në xhenet këto dy cilësi shumë njerëz që nuk kanë shumë punë të mira. Po çka kanë? Kanë karakter bujarie dhe fisnikrie edhe në raport me ata që kanë xhelozi, edhe dyta kanë, domethënë, ndjenja pozitive edhe mendime pozitive për rrethin dhe shoqërinë ku jetojnë. Fundja Hazreti Hasan el-Basriu ju ka fol muslimanëve me ato fjalë të tij të mëshme. Këshini sa bukur ka thonë. Ka thonë, pse po ju lakmon njerëzve? Pse po I xhelozon njerëzit? Ata janë dy llojesh. Ose është njerëz që meritojnë të mirën e Zotit, ose janë njerëz që se meritojnë të mirën e Zotit. Nëse janë njerëz të mirë dhe meritojnë të mirën e Zotit, çysh pe xhelozon dikant që është I mirë dhe meriton të mirën? Çfarë shpirti ki ti? Çfarë njeri je ti? Që një njeri të mirë, e shë mirë nuk një është mirë. Po mirë e meriton ai. Po jo hoq se meriton për që ta po më vjeni nati. E po, nëse, tash opsioni dytë, mos të vjeni nati për një njeri të mirë që Zoti ka dhënë të mirë, se meriton, domethënë edhe çysh ti po hen në vendimin e Zotit. Zoti ka prapo që ajo merituar për të mirë. Çfarë po don ti? Edhe e dyta është njëri keq që nuk I meriton, edhe ti I ki natë se hoq, po se meriton për këmi pas. Mirëve, po qysh po I xhelozon njëri që se meriton me pas, edhe ja paskallon Zoti me sprovu edhe funi ti po rrezikoj ka me qenë xhenem. A ja vlen me pas aty natë? Ai duhet më të dhimbt. No I kemi dy situata. O kena njërin e mirë që I ka dhënë Zoti të mira, do të muni I mirë, ose kena njërin e keq që është dënu Zoti, I ka dhënë të mira Zoti për me dënu. Ky do na dhimbt. Për këto pse xhelozite ky? Për këto kena dhimbje. Kjo është për fjalën më të mëshme të Hasan el-Basriu që e ka thonë në këtë kuptim. Krejt fund për mbyllim me një shembull logjik. I smuti kur shkon te doktori, edhe ulet para doktorit, doktori e bën analizat, e cakton diagnozën, edhe ja çet hapat, edhe mbrapa I tregon që të ushqim s'bën me hangër këto, do të me maski tjetrin. Po ky zotnia, që ato që ja kona mas shumë t'ja kanë dalu, e ja ka caktu dhe që hiç s'ja kona ti, s'ka shije për tu, edhe fillon tash një farë debati me doktorin, dhe doktor bënë kam qef që dojtë, s'ban këto. Doktor bre mu ma kona fort këtë ushqimin tjetër, s'ban këto, thotaj. Pyetja jam është, kush do të më vetë këtu? Edhe pacienti, as do të më ecë direktiva e doktorit, pse shtrohet pyetja? Se ai e di më mirë çai duhet këtij. A bën vetë çet logjik me përdor të Zotit? O njerëz, na jena para Zotit. Zoti ka vendosur për neve çështu.
Na po I thojnë Zotit, pa veç që tona ke ndalu po ma kona. O, është e damshme, o njëri, s'bë me humbur se është keq për ty. Nëse na po kena fuqi, mi u dorëzu doktorit me bindjen që është ka din situatën tonë, edhe është ka menon për shërimin tonë, pse s'pi bindemi Zotit që ai ka caktuar për neve dhe ai e din sa më don, ai ka ditë që më don më shumë rrezik për ty. Ai ka ditë që mos më ta çu smundjen I rrezikshëm ti, ta çeni smuj pak, çon spitalja jote, e din ai pse ta cakton smujin. Është mirë për ty ajo. Domethënë, pse para doktorit po gjunizohen e para Zotit mandushëm që është hallësisht I njoftuar me krijesën. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e din ai që vetë ka kriju njeriu, e jo veç njeriu, po Zoti na din secilit teket edhe na I din veset e secilit njeri, për që ta thash më herët, secili njeri ka dosjet e Zotit, edhe Zoti din çam I dhon këtij, din çam I dhon këtij. Na po kena çep një recept për krejt njerëzit. Jo burra se më bani recept I mysëm gjysëm. Prandaj për secili njeri ka diagnozë dhe ka recetë caktuar. Zoti ju shpërbleft, inshallah Zoti na pastron prej lakmis, na bën njerëz ambicioz edhe të kënaqur me ato që posedojmë.